Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritën Oqean. Mbrëmja e sotme ka të ftuar kryetarin e Bashkisë së Lushnjës zotin Fatostush, i cili do të kalojë në skaner atë çka ndodh në krye të kësaj bashkie që ai drejton dhe për të kaluar pastaj edhe në analizën sipas kundërshërimit të tij në analizën e politikës qendrore. Zoti Tushi, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mbrëmje dhe mirë se vjen. Do donin ta nisim konkretisht nga një lloj analize apo një lloj skaneri asaj pune që ju keni bërë në krye të Bashkisë së Lushnjës. Të flisnim me syrinë e premtimeve, realizimeve me gjuhën e shifrave të projekteve. Ndoshta është një pyetje gjerë, do të mbështeteshim tek skaletat kryesore të asaj çka ju keni bërë, pra për të evidentuar dhe për të lëshikuesi. Atëherë, për të bërë një vlerësim më të qartë për punën e bërë të deri tanishme, ndoshta do të ishte më i qartë mendimi i qytetar, sepse janë qytetarët ato që prekin ndryshimet. Dhe së bashku me qytetarët, ne kemi marrë përsipër për të realizuar sfidat e punës sonë. Po. Aktualisht, për këto pak muaj që ndodhem në krye të Bashkisë Lushnje, nuk mund të them se janë bërë punë shumë të mëdha, por disa ndryshime të ndjeshme edhe për qytetarët kanë ndodhur. Jemi në vazhdim të një procesi për të kryer disa punë në qytet, të cilat duke qenë dhe gjendja tepër e rëndë ekonomike në cilën e gjenta bashkinë, plus ndikimi i krizës së përgjithshme ndërkombëtare, nuk mund të them vetëm kombëtare. Atëherë planifikimet për investime për vitin 2012 janë në një vlerë 62.500.000 lekë dhe janë parashikuar disa investime në kanalizime të ujrave të zeza, në infrastrukturë rrugore dhe në rekonstruksione blloqe banimi. Këto të paktën janë investimet kryesore që do të kryen nga të ardhurat e bashkisë, por krahas këtyre kemi dërguar pranë qeverisë qendrore, ministerive përkatëse, projekte të cilat kërkojnë patjetër ndërhyrjen e qeverisë qendrore, Bankës Botërore apo Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, sepse janë projekte të cilat kërkojnë vlera të konsiderueshme. Dhe deri më sot akoma nuk është marrë një konfirmim në lidhje me këto projekte të dërguara pranë ministerive përkatëse. E qartë, sa që gjetët bashkinë me një sër problemesh, mund të evidentoni apo mund ta bëni më të qartë këtë lloj apo sepse përdoret shpesh kur merret stafeta, jo për t'ju paragjykuar, po në çfarë gjendje gjetët bashkinë kur keni ardhur në krye të saj? Ndoshta në këndvështrimin tim parimi im kryesor është shikoj gjithmonë përpara. Dhe nuk mendoj se duhet të shoh pas, sepse nëse do t'i kthehemi të shkuarës, atëherë do të qëndrojmë në vend numër. Kështu që unë gjithmonë mendoj që së bashku me qytetarët të bëjmë më të mirën për qytetin tonë dhe të arrijmë ato objektiva dhe sfida që i kemi vënë vetes. Përgjigje eufemike dhe me gjuhën e Zopit. Jo, nuk është me gjuhën e Zopit, por është përgjigje sipas karakterit tim. Taksat vendore janë një problem për bashkitë dhe për bizneset për shkak të kurrisë. Ju përmend edhe pak më parë kriza që nuk mund të jetë vetëm problemi i vendit tonë. Po në Lushnjë ç'ndodh? Flas për specifikën e taksës. Atëherë është po e njëjta situatë, pavarësisht paraqitja e buxhetit të Bashkisë Lushnjë ka një ndryshim këtë vit, sepse është paraqitur në bazë të 8 programeve, të cilat janë programet për shërbimet publike, për infrastrukturën, për kujdesin shëndetësor, programi i transportit, programi i arsimit parauniversitar, programi i sportit, i kulturës dhe i administratës vendore. Edhe të gjitha në programin e administratës vendore janë përfshirë të gjitha drejtoritë dhe rajonet përkatëse në punë angazhuese gjatë gjithë vitit për mbledhjen e këtyre taksave. Pra, evazioni fiskal duhet jetë 0. Rritja e bazës taksueshme është kryefjala në Bashkinë Lushnjë. Pavarësisht ky 3 mujor realizimi në progresiv 3 mujori është 78%, kurse muaji mars është 110%. Por duke marrë në progresiv 3 mujorin, për shkak të muajit janar dhe shkurt, nuk mund të them se jam i kënaqur me realizimin e të ardhurave, sepse dihet që deri në 20 prill përfundon shlyerja e kësit të parë
të bizneseve, plus dhe regjistrimi i bizneseve të palicencuara. Kështu që duhet ishte shumë herë më mirë krahasuar me muajt e tjerë. E qartë. Ka një mos funksionim të çfarë ndërtimesh po bëhen tashmë në qytet dhe si procedohet me to? Absolutisht asnjë lloj ndërtimi dhe kjo na penalizon në lidhje me taksën për infrastrukturën, për shkak se edhe planifikimet që unë kam bërë janë 100 milion lekë të reja, kur aktualisht po kalojnë 3 muaj dhe unë nuk kam akoma një plan rregullues të miratuar. Edhe pse këtë plan e kam dërguar që në datën 26 shkurt të vitit 2012 pranë AKPT-s dhe akoma nuk kam marrë një përgjigje. Po. Një problem tjetër i ndjeshëm nëse do të bënim një vështrim në përbashkitë kryesore është edhe problemi i mungesës së gjelbërimit, sa për shkak të mungesës së investimeve, por edhe për shkak të dëmtimeve që bëhet nga personat përgjegjshëm. Mund të bëni një vlerësim të situatës në qytetin tuaj me këtë drejtim? Ndoshta kur ju thash në fillim jam bërë disa ndryshime të vogla, fokusi im ishte i drejtuar në drejtim të gjelbërimit dhe të pastrimit të qytetit, të cilat unë aktualisht i kam me sipërmarrje private, dhe nëpërmjet kontrolleve që janë ushtruar, dhe nëpërmjet punës së drejtorisë shërbime dhe supervizorëve që bëjnë mbikëqyrjen e firmave sipërmarrëse, jemi munduar që të bëjmë atë gjelbërim të mundshëm sipas mundësive, por edhe duke zbatuar kontratën e sipërmarrjeve me përpikmëri për të kthyer për të shtuar sipërfaqet e gjelbëruara në qytet. Po. Nëse do të flasim, ka qenë një merak do thosh apo një sinjalizim dhe nga ana e kryeministit pak ditë më parë për sa i përket vendit të mbetjeve për caktimin e pikave të grumbullimit. Ndodhet janë në Lushnjë? Ky problem ekziston? Jo ekziston, por në çfarë parametrash do të ishte pyetja më saktë është ndotja, sepse në rast se do të fokusohemi në të gjithë Shqipërinë, dihet që ndotja është në nivele tepër maramandse. Në qytetin e Lushnjës është një vend depozitimi që është i ndërtuar që nga viti 1984, pra 28 vjet. Dhe ka një sipërfaqe prej 1.35 hektar, kur aktualisht mblidhen 50 ton mbetje në ditë dhe 18.000 ton në vit. Pra i bie 0.9 kg për banor. E qartë. Edhe aktualisht nuk kemi asnjë dritë jeshile, edhe pse nga pararsi mund gjeta një studim fizibilitetit të kryer nga një kompani austriake, e cila parashikonte riciklimin, ripërdorimin e këtyre mbetjeve urbane nëpërmjet projekteve të njëpasnjëshme, por këto padyshim që kërkojnë investime, dhe investimet nuk mund të kryen nëpërmjet të ardhurave të taksapaguesve lushnjar apo fjerak, por kryen nëpërmjet ndërhyrjeve të financimeve nga ana e qeverisë. Kështu që sigurisht që ndotja është e pranishme në qytet. Plus që unë kam dhe një problem që pranë këtij vend depozitimi të mbetjeve janë ndërtuar disa banesa, të cilët nuk ka shkuar vend depozitimi pranë këtyre banesave, po janë ndërtuar banesat ashtu siç ka ndodhur kjo katraur urbane gjatë këtyre 22 vjetëve, dhe është një problem tepër i madh për ata qytetarë. Megjithëse në këtë pikë ka një, nuk e di, ditët e fundit ka qenë një grup studentësh suedez që kanë qenë pranishëm në Lushnjë, ka pasur një nisëm individual apo nuk e di se si për pastrimin e qytetit. Por në një kronikë që kam ndjekur në një media, ata kanë shprehur shqetësime për indiferentizëm të qytetarëve. Ndërkohë që kanë pasur dhe komunikim apo kanë pasur kontakte edhe me ju. Mund të jeni një informacion më të zgjeruar në këtë drejtim? Atëherë është e vërtet që grupi suedezëve kanë kryer një ditë për një lushnjë të pastër, në motën për një lushnjë të pastër, një pastrim në një lagje Gjevdet në Bravishta, pranë rajonit 2 të bashkisë së qytetit, dhe indiferentizmi i qytetarëve ka qenë i pranishëm. Gjithashtu ne
për 22 marsin, 22 prilin kemi shpërndar disa shkresa, flet palosje më sakt, në lidhje për një lushnje të pastër, duke bërë sensibilizimin e gjithë shkollave të qytetit dhe duke i dërguar nëpërmjet rajoneve pranë çdo qytetari, pranë çdo shtëpie, pranë çdo pallati që të kontribojnë sadopak në këtë ditë për të kontribuar për një qytet të pastër. Shpresojmë që mos hasim në indiferencën e qytetarëve, sepse në fundit është një nisëm që u shërben vetë. Ajo do jetë e pranishme sepse janë qytetarët të cilët i krijojnë këto ndotje, sepse në rast se të gjithë do të jemi të ndërgjegjshëm edhe këto mbeturinat i çojmë në për vendet e caktuara, nuk do të jetë kjo lloj ndotje. Por ndoshta jemi vetë pjesë e kësaj katrahure, mund ta quaj, ashtu si kundër dhe ju dhe unë që jemi këtu dhe gjithë qytetarët nuk respektojmë ato rregullat të cilat duhen respektuar, apo nuk kontribojmë sadopak qoftë edhe një ditë për të bërë një nisëm, për të ndërmarrë një nisëm të tillë për të pastruar vendin përreth. Problemi ndjeshëm është edhe strehimi. Nuk e di, unë nuk kam një informacion se ç'ndodh për të pastrehet në lushnjë apo nuk ekzistojnë të pastrehen në qytetin tuaj. Ka një projekt konkret? Sigurisht që ekzistojnë dhe ky numër është goxha i konsiderueshëm. Aktualisht një pjesë e tyre trajtohen me një ndihmë nga bashkia, të cilët marrin një 6.000 lekë në muaj, që është një ndihmë tepër modeste për këto familje për të paguar një pjesë të qeras të banesë të cilën kanë. Sa shumë e prafri numri i tyre? Është çdo ditë në rritje. Çdo ditë në rritje. Çdo ditë në rritje. Dhe aktualisht ne kemi një projekt për ndërtimin e 2 pallateve, të cilat e kemi çuar për Ministrisë përkatëse, por aktualisht nuk kemi asnjë përgjigje pozitive. Për të treguar të sinqert me qytetarët deri në fund. E qartë. Në ambiente të tjera të cilat mund të adoptojmë për banesa, nuk kam ambiente publike, kështu që e vetmja zgjidhje është vetëm miratimi i fondeve për ndërtimin e pallateve për pastërel. Problem tjetër është dhe sistemimi i tregjeve, zoti Tush, është një problem jo vetëm në bashkinë tuaj, por është në rang kombëtar. Tjetër i ndjeshëm është dhe për tregjet, rivalitetin, konkurrencën e tregjeve të cilat janë të pamiratuara. Aq më tepër që ekzistojnë dhe mungesa e kushteve higjieno-sanitare. Ç'bëhet në këtë drejtim? Krahas këtyre unë do të thosha që mungesa e kushteve higjieno-sanitare është e pranishme në çdo vend të Shqipërisë, ashtu si kundër edhe në lushnje, edhe pse flas edhe për shkak, edhe për shkak të aksesit që lushnja është e ndjeshme, domethënë është aktive në duke qenë vend bujqësor dhe të ardhurat kryesore, pjesa dërmuese i kanë nga bujqësia dhe blegtoria. Në këtë aspekt e kisha që vazhdojnë akoma që të tregtohen nëpër trotuare, mallra bulmetore, fruta perime, edhe pse është bërë një punë goxha e mirë nga ana e policisë bashkiake, e rajoneve, po prapë në momente të caktuara njerëzit dalin të tregtojnë duke kryer një konkurrencë të pandershme. E qartë. Sepse e pandershme është derisa dikush paguan detyrimet pranë bashkisë, edhe tjetri vjen tregton nëpër trotuare apo nëpër cepa prodhimet e tij bujqësore apo blegtorale. Po pse nuk e keni bërë sistemimin e këtyre tregjeve deri tani? Pse nuk ka ndodhur? Është një funksionojnë tregjet, është një treg i cili funksionon tek Ypsiloni, pra tek rruga Ypsilon stacion, pavarësisht nuk është në kushte të mira higjieno-sanitare, nuk është në parametrat e duhur, është një treg tjetër që ekziston në lagjen Xhevdetën e Pravishta, por ju thash edhe pak më parë që investimet në vitin 2012 janë shumë të reduktuara, por kjo nuk do të thotë se këto nuk do të gjejnë zgjidhje. E qartë. Atëherë më bëgjej momenti për të lexuar një SMS që ka ardhur nga një televizionist nga qyteti juaj. Është momenti për të kujtuar, dërgoni mesazhet tuaja nderuar televizionist në numrin 069 28 471 për pyetjet që keni në drejtim të zotit Tushe. Jam një qytetar lushnjar, i them zotit Tushe çfarë plani ka për lushnjën në Superligë, kemi kaluar te futbolli.
apo punon për afrimin e donatorëve, sepse Lushnja një sport ka. Atëherë, në qoftë se ka një nga problemet më kryesore të cilat i kam kushtuar rëndësi, ka qenë problemi i sportit, duke ditur që lushnjarët janë shumë të ndjeshëm ndaj këtij sporti. Po. Edhe mendoj që arritja në Super League do të jetë e padiskutueshme, kurse në lidhje me ofrimin e donatorëve, dua ta bëj prezent, meqense nuk që nga njohur qytetari, kam ftuar të gjithë bizneset lushnjar për të kontribuar në një takim që pata me to, dhe duke ju ofruar edhe presidencën e futbollit. Në qartë. Edhe kjo është bërë prezente në prani të 60 bizneseve të mëdha që kanë qenë prezente atë ditë, duke kërkuar njëkohësisht të kontribonin për ta çuar sportin përpara, për të kaluar në Super League, njëkohësisht i parashtrova dhe kërkesën për të marrë edhe presidencën e ekipit të Lushnjës. Po. Sepse sigurisht që duke patur një presidencë me biznesmen të shuar në fushat përkatëse, atëherë do të çohet edhe më përpara. Aktualisht ne paguajmë nga të ardhurat e bashkisë 23 milion lekë të reja, që nuk janë pak. Për një buxhet modest, por ambicioz. Gjithsesi dhe arritjet në s'gaboj jeni në vendin e 4 dhe pretendent jo vetëm për zonën e play-offit, por pse edhe për një gjitje direkte apo për Super League. Nuk mendoj, sepse në qoftë se do të pretendojmë për play-off, atëherë ta garantoj që do të qëndrojnë në kategorinë e parë, sepse me këtë futboll që kryhet tek ne, që zhvillohet tek ne, nuk mendoj se do të arrihen drejtësi. E qartë. Një tjetër mesazh që vjen meqense jemi te problematika e Bashkisë së Lushnjës, përpara se të kalojmë tek zhvillimin e politikës qendrore. Rruga Spiro Mojsiu ka vite që është në mëshirë, me çakull, gjithë plur dhe pse do të prishura. Ka ndonjë kryetari të vërdorur në këtë rrugë? Sigurisht, por nuk mund të bëhet brenda aktiviti. Prandaj dhe kryetari në çdo takim që ka dalë, qoftë në prezantimin e buxhetit, i cili pati një risi që edhe me pjesëmarrje të qytetarëve, ka bërë prezente investimet e vitit 2012. Po. E njëjti problem është dhe për rrugën Sabri Kosturi, meqense ajo është një rrugë e cila pak më parë ju thash që janë disa projekte që kërkojnë patjetër ndërhyrjen e qeverisë, sepse rruga Sabri Kosturi është vërtet në gjendje të mjerueshme, bile ka filluar dhe vjedhja e kapakëve të pusetave dhe ka patur dhe incidente natën nga qytetarët duke rënë në to, por ajo kap një vlerë 97 milion lekë të reja. Dhe kur ndërkohë investimet për vitin 2012 nga bashkia janë 62 milion të reja. Jemi në një vit jubilet, do të thosha zoti Tushe, është në 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë dhe sigurisht është një vit që ka përfshirë të gjithë faktorin shqiptar, do të thosha. Ka projekt të qartë Bashkia e Lushnjës, mund të bëni, të evidentoni pra edhe për televizionin se çfarë do të ndodhë, cilat janë projektet tuaja artistike, kulturore. Kam parasysh edhe, nuk e di, ka dhe për ngritjen e një monumenti në Lushnjë për Kongresin e Lushnjës apo për çfarë? Mund na evidentoni diçka tjetër? Atëherë, aktivitetet për 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë kanë nisur që me 92 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Në 21 janar të këtij viti. Edhe po vazhdojnë aktivitetet nëpërmjet olimpiadave të shkollave 9 vjeçare që janë në vazhdim. Aktivitet tjetër është aktiviteti i festivali i vallës tipologjike ndërkombëtare, i cili organizohet prej disa vitesh në qytetin e Lushnjës në datat 29-31 mars. Do të vazhdojmë më tej me kongresin arsimor, që shumë pak e di që Lushnja është qyteti 2 kongreseve, i cili është në 14 gusht 1920. Do të vazhdohet më tej pasaj me çlirimin, festën e çlirimit të Lushnjës, 68 vjetorin e çlirimit, dhe do të kulmojmë me festat e nëntorit. Këto do të jenë aktivitetet kryesore bazë
për 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Në lidhje me obeliskun, i cili na u premtua nga kryeministri në qytetin e Lushnjës, të kongresit të Lushnjës, i cili është një kongres tepër historik dhe hodhi themelet e shtetit të parë demokratik shqiptar dhe të parlamentarizmit shqiptar. Aktualisht është shpallur një konkurs i cili do të organizohet në fund të muajit për ndërtimin e këtij obelisku, por konkretisht nuk kemi asgjë konkrete mbi tavolinë për shkresë marrëveshje të firmosur. Gjithashtu nga kryeministri na u kërkua se prandaj ishte edhe kjo ftesë që u bë kryeministrit për të marrë pjesë në këtë 92 vjetor, jo vetëm thjesht se ky ishte për vjetor, sepse ishte një 92 vjetor, nuk ishte 90 vjetor apo 95 vjetor, por për të bërë më evidente vlerat e vërteta të këtij kongresi dhe për ta kaluar këtë shtëpi historike të kongresit të Lushnjës në një muze kombëtar. Po. Sepse çdo ditë që vjen është duke u rënuar, plus që nga taksat e taksapaguesve lushnjar paguhen 3 milion lekë të reja në vit, qera. E qartë. Për të përfunduar, do të respektoj televizionistët që kanë dërguar mesazhe, ka shumë mesazhe në fakt në drejtimin tuaj. Është një jam banor i Lushnjës, çfarë bëhet për Unazën, nuk kalon dot, nuk ka drita, as trotuare. Unazën? Po, është për televizionistësi, në numrin 908, dhe një pyetje tjetër për ta mbyllur këtë problematik. Punëtorët e pastrimit të Lushnjës prej 2 muajsh nuk paguajnë, pse është një pyetje që vjen. Po. Atëherë, në lidhje me Unazën, Unaza ka një problem tepër të madh, i cili është bërë një projekt për rekonstruksionin e trotuareve, kurse në lidhje me ndriçimin, është e vërtetë që nuk është ndriçimi i përkryer, por me mundësitë që patëm munduam të vendosnim llambat duke mos kaluar fondet që kishim akorduar për të, u munduam të bëjmë një ndriçim të pjesshëm, sepse mungonte fare. Nuk është ndriçimi i përkryer, por garantoj që ndriçimi do të jetë pjesë e ezauruar në të gjithë qytetin. Edhe pse është ndërhyrë në ndriçim në dhjetor dhe janar, në këto 2 muaj është ndërhyrë sepse ishte në një gjendje tepër të mjerueshme. Por nuk mund të them që është gjendje të shkëlqyer. Por problemi kryesor i Unazës është rekonstruksioni i trotuareve, të cilat vërtet janë në gjendje të mjerueshme. Por duke qenë që kapin një vlerë tepër të lartë, nuk mund të kryhet nga të ardhurat e bashkisë, ose do të jemi detyruar që këtë investim ta kryejmë pjesë-pjesë. Kurse në lidhje me sipërmarrjet, është firmosur kalimi i fondeve për 2 muajt dhe nuk është problemi i bashkisë, sepse aktualisht këto janë muajt më të mirë me të ardhura për bashkinë, jo vetëm për bashkinë e Lushnjës, por mendoj për çdo bashki dhe çdo komunë. Më tej nuk e dim se çdo ndodhi, por aktualisht gjendja financiare është e kënaqshme, por ka një problem në lidhje me thesarin. Kam fatura që kanë që në fund të shkurtit që janë kaluar edhe akoma rrinë të bllokuara në thesar. E qartë. Atëherë, nderuar televizionistë, ju kërkoj ndjes, ka një shumëri mesazhe që vijnë në adresë, pra pyetje që vijnë në adresë të zotit Tushe. Ju falenderoj sigurisht që jeni pjesë e këtij emisioni dhe që na ndiqni. Unë do të kem një moment tjetër në fund të emisionit për të kaluar edhe një pjesë të mesazheve tuaja, pra me aq sa na lejon minutazhi. Vazhdoni pra të dërgoni mesazhet tuaja sërish dhe do të përzgjedhim ato që janë më kryesore për t'ia bërë të ditur dhe zotit Tushe. Kalojmë te politika qendrore, nisëm nga baza zotit Tushe, atje ku dhe ju shqetëson më tepër për të kaluar tek politika qendrore. Ka një debat i kohëve të fundit që ka filluar midis 2 forcave politike dhe që ka të bëjë konkretisht me zëvendësimin e deputetes Rudina Seseri. Është konstruktiv një debat i tillë? Pse nuk po ndodh zëvendësimi me deputetin e radhës së Partisë Socialiste? Është krijuar një pengesë artific apo ka një pengesë ligjore, do të thosha në këtë drejtim? Zoti Bujar, mendoj që edhe ju dhe çdo qytetar është vetë koshient që nuk është një debat konstruktiv, por është një artifice e krijuar apo safat nga mazhoranca. Ashtu si kundër janë krijuar artifica
gjatë gjithë periudhës së qeverisjes, edhe kjo është një artific. Nuk mund të mohohet një mandat deputeti, ndërkohë që zonja në fjalë ka bërë deklaratën për dorëhiqje të mandatit. Atëherë, personi i radhës që vjen është kryetari aktual i Fushkrujës, Gjon Bardhi. Atëherë, mbledhja e komisionit mandateve duhet të bëj gjithë të zgjatje të këtij mandati? Atëherë është zonja Dopalli që është kryetare e atëherë duke qenë që është në fokusin e gazetarëve si një kandidate që për mua absolutisht nuk do të jetë për presidente, për ju. Për mua edhe për qytetarët, këta e them me siguri, sepse presidenti i Republikës është një figurë unifikuese e unitetit kombëtar. Dhe nuk duhet jetë një figurë partijake e fokusuar me fjalë në një drejtim të caktuar politik. Po duhet jetë një figurë konsensuale. Po. Pra për të kthyer sërish çështjes së serit. Dhe duke e parë problemin në këtë këndvështrim, atëherë është vetë zonja në fjalë e cila bën pengesën të dhënies së mandatit të deputetit të radhës së Partisë Socialiste. Dhe nuk është thjesht një problem ligjor. Pra, këto janë artifica që ndoshta kemi diskutuar edhe në këtë studio, siç mund të jetë probleme artifice të krijuara edhe për qarkun e Fierit. Për mua janë keq menaxhime të pushtetit. Nuk është thjesht probleme ligjore serioze. Sepse nëse do të fokusoheshim për qarkun, dje janë dhënë 2 vendime të gjykatës apelit, vendime të thelluara në lidhje me Bashkinë e Patosit dhe të Krutjes. Plus kërkimit në gjykatën kushtetuese të interpretimit në lidhje me këshillat e rrëzuara. Atëherë këto nuk janë probleme ligjore, këto janë artifica të krijuara nga mazhorancat, edhe keqeverrisje. Ky është gjykimi im për rastin në fjalë. Zoti Tushe, ju vini nga politika qendrore, sikur se tham, keni qenë deputet i Partisë Socialiste dhe do doja të bëni një vlerësim të gjithë asaj rrugë që ka përshkruar opozita për të ardhur deri në këtë moment, pra në prill të 2012 si një forcë e cila pretendon potencialisht për të marrë pushtetin pas 2 mandateve që ka qenë në opozitë. I ka shërbyer gjithë kjo periudhë, ka parasysh gjithë lëvizjet që ka bërë forca juve politike. Në fundit, sa koherente ka qenë me interesat e qytetarit, gjithë ajo që ka bërë opozita me frymën e protestës, të grevës, të bojkotit ndaj parlamentit. Ka qenë produktive kjo lloj politike dhe kjo filozofi që ka ndjekur Partia Socialiste? Për mua po, para në këndvështrimin tim. Ndoshta për dikë tjetër nuk mund t'i duket produktive, por për mua kanë qenë shumë produktive dhe kanë qenë iniciativa të marra për zgjidhje të problemit dhe dhënien fund një herë për gjithmonë këtij tranzicioni të zgjatur të Shqipërisë, që po vazhdojmë 22 vjet. Dhe ne akoma edhe sot presim mendime të miqve dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar për të dhënë zgjidhje një problemi në familjen tonë. Dhe kjo lë shumë për të dëshiruar. Prandaj mendoj që të gjithë aksionet që kanë ndjekur Partia Socialiste nuk kanë qenë aksione politike personale, por kanë qenë aksione politike për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë këtij tranzicionit të zgjatur. Dhe slogani jon për një lindje shqiptare do të thotë që dhënia fund rrënimit të Shqipërisë, i cili po vazhdon nga dita në ditë. Pra, flas, ka qenë produktive, çfarë ka dhuruar në fundit, çfarë ka printuar gjithë kjo politikë dhe gjithë kjo lëvizje apo gjithë kjo filozofi e Partisë Socialiste? Ka qenë ndikuese në politikën shqiptare? Jo vetëm brenda smajtës, po flas duke parë në... Pse ju mendoni se nuk ka qenë ndikuese në politikën shqiptare? Absolutisht nuk mendoj që asnjë shqiptar nuk mendon se nuk ka qenë ndikuese në politikën shqiptare. Cili është ai shqiptar që hedh votën e tij edhe në fund i vjetit dhe nuk e pranon këtë realitet? Cili është ai shqiptar i cili mendon se del
për të protestuar për një jetë sa më të mirë dhe për të patur më shumë punë, për të patur gjendje ekonomike më të mirë, edhe në fund të ditës të kthehet me arkivolin në shtëpi. E qartë. Cili është ai shqiptar i cili proteston, nuk e quan të sakt protestat e Partisë Socialiste për një zhvillim të ekonomisë shqiptare, për një ripërtëritje të shoqërisë, për një vendosje të demokracisë. Dhe nuk i quan të pranueshme këto protesta, këto aksione politike të kryera nga PS-ja. E qartë. Problemi i Partisë Socialiste duket se ka qenë dhe problemet e brendshme që kanë ekzistuar, jo vetëm alatët, nuk flas me alatët, po brenda kësaj force. Do të arrijmë në fund që të jetë, apo ka arritur që të jetë një forcë konsoliduar, apo edhe kjo është sërish fasad çështja e unitetit? Tek ne miku im ka një problem tepër thelbësor, që sa më demokratike dhe e hapur të jetë një forcë politike, aq më shumë janë të fokusuar mediat, qytetarët për të bërë analizat e saj. Patjetër se është forca që merr më shumë vota dhe ngelet opozit. Po ju mendoni se ngelin opozit për shkak se nuk pati numrin e votave? Jo, është forca që merr më tepër vota, por është në opozit. Atëherë është menaxhimi i keq, nuk e di se si. Nëse ju keni bërë një analizë, është menaxhimi i keq, po është keqeverrisje e keqe, është kjo qeveri e cila të vjedh votën, e cila në mes ditës të merr mandatin e Tiranës, dhe këtu është për të ardhur keq edhe në fokusin e ndërkombëtarëve. Sa rritët i bindit atë ndërkombëtarët? Nuk mendoj se është kjo bindja për ndërkombëtarët, nuk është vetëm për forcën politike që quhet Partisë Socialiste. Është për gjithë Shqipërinë, dhe kjo është për të ardhur keq. Prandaj ja thash edhe pak më parë, duhet jemi ne shqiptarët vetë që duhet i japim fund këtij tranzicioni dhe kësaj pabesueshmërie në sytë e partnerëve ndërkombëtar. Po. E qartë. Kurse në lidhje me problemet e brendshme, problemet e brendshme të Partisë Socialiste, nuk mendoj se ka probleme të brendshme. Gjithmonë debati e zhvillim. Edhe ndoshta ju merri spundo nga deklaratat që kanë bërë dy deputetët për më të shkuar në zonat e tyre, përkatëset cilat janë caktuar nga kryesia e Partisë Socialiste, por këto nuk janë probleme personale. Këto janë probleme parimore të sqaruara saktë nga deputetët përkatës. Në fundit kjo lëvizje i shërben e Partisë Socialiste duket sigur nuk bën në kohën e dur, ka dhe një lloj pretendimi të paktën nga ana e deputetëve që pretendonin mos shkonin këtë zonë, siç ka qenë zoti Braçe. Miku im, mendoj se problemet organizative të një partie diskutohen brenda kësaj partie dhe zgjidhjet jepen po brenda kësaj partie. Flas përderisa u bënde pjesë e jashtme, kaluan u publikuan. Pjesa e jashtme është ajo pjesë e demokracisë që ekziston në Partinë Socialiste. Po. Ndoshta nuk ekziston në forcat e tjera, vërtet mund të quhen forca të djatha, por vazhdojnë me diktaturën e një sistemi tjetër, të një sistemi komunist, të cilët rreshtoheshin dhe viheshin rrisht. Kurse në Partinë Socialiste ka debat dhe ka zhvillim. Gjithmonë debati ka zhvillim, por nuk janë në sensin negativ. Po, Rilinja Kombëtare është platforma përmes cilës ju pretendoni për të ardhur në pushtet, zoti Tushe. Më në fund nuk ka më hamendësime, me sa duket ashtu siç u fol për programin prej 1000 faqesh, në zgaboj, në zgjedhjet e 2009, i cili më shumë ngeli abstrakt se sa konkret. Është e tharmuar në këtë program gjithë filozofia e kësaj force politike që pretendon për të ardhur në pushtet? Pra, është konkret dhe i prekshëm për qytetarin shqiptar, për votuesin, për t'i besuar më në fund kësaj force politike? Edhe ju si gjithë shqiptarët besoj keni ndjekur tërheqësat që kanë organizuar grupet e punës për programin e Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare. Edhe në këto tërheqësat organizuara, nuk po përmend tërheqësat me radhë, duke filluar që nga tërheqësa e autonomisë vendore, e refreshit, tërheqësat e arsimit, të kulturës, të sportit, të sipërmarrjeve, të infrastrukturës, të bujqësisë, edhe një mori të mjedisit, një mori të rryezash, të cilat
kam patur në pjesëmarrje të tyre intelektualë dhe specialistë të fushave përkatëse, jo partijak. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë intelektual dhe specialistë të fushave, duke dhënë mendimet e tyre të sinqerta, duke menduar vërtet në një rilindje shqiptare dhe jo vazhdimin në një rënim të Shqipërisë të mëtejshëm. Pra mendimet e tyre kanë qenë bile edhe dije, ne ishim në një tryezë të mjedisit, edhe në atë tryezë kënaqësia më e madhe ishte e specialistëve të fushës, të cilët nuk ishin pjesë e Partisë Socialiste. Kishte edhe pjesë e Partisë Socialiste, por pjesa më e madhe e tyre ishin specialistë të fushave përkatëse, të cilët shprehen mendimin e tyre hapur për erozionet, për mjedisin, për lumenjt, për të gjithë problematikën për mbetjet e ngurta sipas fushave që mbulonin. Edhe të gjitha këto mendime të këtyre tryezave do të jenë pjesë e programit të Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, ku pikat kryesore do të jenë punësim dhe jo shtim i numrit të papunëve, taksimi drejt, 5 pikat kryesore që mendoj do të jenë të fokusuara për çdo shqiptar dhe që do të vinë ndihmë, pra punësim dhe jo rritje të papunësisë, taksimi drejt dhe jo takse shesht, e cila është në shërbim vetëm të një pjese të shoqërisë shqiptare dhe penalizon shtresën e mesme të Shqipërisë. Bashkëpunim me biznesin dhe jo ndëshkim të tij, shërbime publike sipas nevojës dhe jo sipas mundësisë për të paguar, dhe zhvillim rural, jo lënie në arrest të fshatit. Pra, pak a shumë po ndërtohet ky program i Partisë Socialiste, por jo një program i shkruar nga një zyrë dhe i marr forward nga kompjuteri, por një program i cili po hartohet me mendimet të specialistëve dhe duke prekur të gjithë problematikën që ekziston sot në Shqipëri. Ndërkohë nesër kemi dhe mbledhjen e asamblesë apo asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste, dhe nga çështjet kryesore që do të diskutohen aty dhe që është diskutuar dhe në kryesinë e forcës suaj politike ditën e sotme, është dhe problemi i reformës zgjedhore dhe asaj parlamentare, të cilës i kanë mëshuar dhe ndërkombëtarët. Keni një mendim apo një ilustrim për sa i përket reformës zgjedhore në Shqipëri? Mendoj se deklarata të tilla nuk janë të vlefshme edhe për qytetarët deri në momentin e gjetjes së konsensusit për reformën zgjedhore. Në qartë. Sepse do të tregojmë të paqartë edhe para teleshikuesve. E qartë. Një problem tjetër i ndjeshëm është edhe po gëlon çështja e presidentit, sepse do të jetë prolog, do thosha, ose nxemje, le të them, në thonjza për sa i përket zgjedhjeve parlamentare të 2013-s. Ndërkohë, pavarësisht se kanë filluar të qertullojnë emra të ndryshëm, të lakojnë emra të ndryshëm si kandidat të mundshëm për të qenë në postin e kreut të shtetit, Partia Socialiste duket se është treguar e kujdesshme në këtë prizëm dhe ka qëndruar larg emrave ose nuk ka përjashtuar mundësi, por nga ana tjetër dhe nuk ka pranuar për të nxjerrë një emër. Ka një kandidat të mundshëm që mund të prezantohet nga forca juaj politike? Është pjesë e teknikalitet, domethënë që nuk po dalin kandidat nga forca juaj? Jo. A që më dhe përgjë syt nga opozita do të ishin për një president konsensual? Atëherë, me një kryeministër të tillë nuk mund të gjendet një konsensus që presidenti të ishte një propozim i ardhur nga opozita. Sepse edhe në media ka deklaruar që nuk do të marrim mendimin e partnerëve tanë ndërkombëtar, por do të zgjidhet nga forca jonë politike. Besoj kjo është bërë prezente para të gjithë shqiptarëve në studiot televizive që ka qenë kryeministri. Por kjo nuk do të thotë që Partia Socialiste nuk ka kandidat të mundshëm. Mendoj se ka shumë kandidat. Por në momentin e caktuar, patjetër që këto kandidat do të bëhen prezent, dhe mendoj që është një vakum numrash të cilët nuk po bëjnë të mundur edhe prezencën e emrit
E qartë. Pra, duke mos pasur luksin e logjikës numrave. Mos jenë luksi i numrave, të cilët nuk do të thotë se nuk mund të realizohet, por duke mos patur aktualisht luksin e numrave, mendoj se kjo është edhe ajo pengesa për të bërë edhe deklarimet për emrat për kac. Por mendoj dhe patjetër që duhet jetë kështu për të gjithë shqiptarët, që personi i cili do të personifikoj unifikimin e kombit, duhet jetë njeri tepër konsensual. Dakor. Tani për të emrave, po lëm për një moment me njërin e emrat. Ka një profil të konturuar qartë, cili mund të jetë apo si mund të jetë presidenti i Shqipërisë? Ose më qartë, çfarë presidenti i nevojitet vendit tonë? Vendi tonë i nevojitet një president që të jetë jashtë spektrit politik. Një president që të jetë mbi forcat politike, mos jetë diktuar nga forcat politike dhe në momentin e caktuar të bëjë vendosjen e personave qoftë në gjykat, qoftë në prokurori, qoftë në shik pra problemet kryesore që varen nga presidenti, të jenë përzgjedhje të sakta, edhe sipas meritokracisë dhe jo sipas nepotizmit. E qartë. Kemi një president i cili është në fund mandatit i tij, është presidenti Topi. Nëse do të bënim një lloj rezumeje për të parë gjithë atë punë që ai ka bërë në drejtimin e shtetit, është pozitiv si vlerësim i përgjithshëm parë në këtë vështrimin tuaj? Qofse do të ndaje me përqindje 60% me 40%, sepse në momente të caktuara nuk ka ushtruar presionin e pozicionit të cilin e i kryen. Po. Dalja e një force të mundshme 60% pozitivisht. Po. Dalja e një force të mundshme politike paralajmëruar që do të jetë pra një sigël në drejtimin e kreut të shtetit aktual, pra zoti Topi, dhe një tjetër forcë politike siç është Alianca Kuqezi. Çfarë sjellin në spektrin e politikës në tërësi shqiptare? Ka një impakt, një indicie tjetër? Në fundit pritet sjellë diçka të re? Për partinë e zotit Topi akoma nuk dim gjë. Po, është më evazive. Cilët janë personat, pavarësisht nëpër media kanë qarkulluar emra, kurse në lidhje me Aleancën Kuqezi, mendoj se është një tren i nisur, por nuk e di deri ku do të shkojë. Duket më shumë butafori se sa një forcë e konsoliduar. Për partinë e zotit Topi nuk mund të shprehem, sepse është një parti e cila ngelet në miniaturë gjithsesi. Në miniaturë. Në momentin që do të jetë patjetër, dhe mendoj që brenda kësaj partie do të jetë pjesë e qef mbetur jetmon nga e djatha, sepse nuk mund të bashkangjiten të majtët brenda partisë Topit. Por do të jetë ajo pjesë e PD-s. E pse jo? Madje mund të ketë nga asnjë nuk mund të ketë të përjashtuar. Po mund të gjykonim brenda koalicioneve të majta lëvizje të majtëve. Ashtu si kundër edhe djatëve brenda koalicioneve të djatha. Politika si ka respektuar gjithsesi këtë lloj logjike. Kështu që nuk mendoj se kur folëm pak më parë për Partinë Socialiste që ka qenë në opozitë dhe për mënyrën e keq menaxhimit, për të vërtetës do të thënë që kryeministri Berisha si lider i Partisë Demokratike ka qenë më kalkulues për llogaritjet që e printoni gjithmonë në pushtet. Kjo duket edhe në koalicioni që ai krijoi me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe dalim tek një çështje që ka të bëjë kompletisht me koalicionet. Nuk e di nëse është diskutuar dhe ka një ide të qartë Partia Socialiste në lidhje me koalicionin që do ta sjellë atë në pushtet, që pretendon për ta sjellë pushtet në zgjedhjet e 2013-s. Pasi her pas here aleatët, partitë e vogla shprehin pakënaqësi në drejtimin të forcës kryesore politike të Partisë Socialiste për krijimet për mos krijimin e akseseve të duhura, do thosha në një garë ku mund të përfshihen dhe këto forca politike. Mendoj se ky problem duhet i ngelet kohës. Në momentin problemi kryesor dhe thelbësor është kodi zgjedhor. E qartë. Edhe mbas kodit zgjedhor, atëherë do të shikohet dhe
pozicioni I koalicioneve përkatëse. Po është predispozicioni I forcës suaj politike që të ketë atë vëmendjen e dur për kërkesat që kanë këto forcat vogla në drejtim të pjesëmarrjes tyre në parlament, në drejtim të përmirësimit të kodit zgjedhor. Partia Socialiste në bazë të përvojës së viteve dhe zgjedhjeve të kaluara është për të krijuar një mazhorancë dhe një koalicion të gjerë me qytetarët në radhë parë. Po. Pastaj koalicioni me forcat politike. Pra, çdo socialist duhet të krijojë një koalicion të gjerë me qytetarët. Dhe këtë koalicion duhet ta krijojë nëpërmjet këtij programi të Partisë Socialiste për ta bërë transparent tek çdo qytetar, që nesër të jetë I prekshëm për ta. Pastaj mendoj që pjesa tjetër është pjesa e koalicioneve të partive. Po. Forca kryesore e majt, nëse do të themi përveç Partisë Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim, sot aktualisht është në qeveri. Dhe zoti Rama në një deklarim të ditëve të fundit e ka përjashtuar Lëvizjen Socialiste për Integrim sërish, duke thënë që ne do të vim në pushtet pa këtë forcë në koalicion. Është e prerë apo mund të ketë dritare dhe mundësi të hapura për të pasur një bashkëpunim? Gjithmonë në politikë ka një dritare të hapur. Por mendoj derisa kjo forcë vazhdon akoma të qeverrisi me Partinë Demokratike, nuk mund të mendohet që mund të jetë pjesë e koalicionit të Partisë Socialiste. Jo, flas mos ndoshta do të kishte një gjuhë pak më të thukët, do thoshte për sa I përket marrëdhënieve me Lëvizjen Socialiste për Integrim, sepse në fundit ishte kjo lëvizje që ju kushtoi opozitën në zgjedhjet e kaluara. Po pra, na kushtoi vërtet që ne ndodhemi akoma në opozitë, por ato vota u morën nga vota të majta, duke sharë Sali Berishën dhe në momentin e caktuar ulën në prejnë e Sali Berishës. Por nuk mund të ripërsëritet e njëjta komedi, siç u përsërit në 2009 me shqiptarët, që ne jemi të majtë, por jemi detyruar të ulemi në prejnë e Berishës për hir të integrimit. Atëherë janë teza të djegura. Edhe për mos në zgjedhje të reja. Ndoshta për zgjedhje të reja në rast se nuk do të kishin interesin e tyre, ta garantoj që nuk I interesonte. Pra, në radhë parë është interesi personal I forcës që sapo përmendët. Dhe nuk është interesi kombëtar. Dhe kjo tezë mendoj se ka rënë në 2009. Dhe nuk e di çfarë teze mund të përdoret tani. Teza që ne jemi të djathtë dhe do të marrim vota djatha, kur aktualisht ata janë të majtë. Ata nuk mund të gënjehet më ky popull. Që ne jemi për integrimin, ne jemi për mos kaluar në zgjedhje parakoshme dhe po përsëri do ulemi në një tavolinë me Sali Berishën. Pra mundësitë ekzistojnë që mund të jenë edhe në koalicion dy forcat, domethënë Partia Socialiste. Ajo është diçka që do të vendoset nga kjo forcë politike nesër, por mendoj që problemi kryesor është dhënia e zgjedhjes së presidentit. Edhe që këtu do të shikohen edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në 2013, zoti Tushe, mendoni se do të fitojë Partia Socialiste apo do të humbë Partia Demokratike? Flas edhe si rrjedhoje konsumit që të sjell pushteti. Atëherë do të thoni që po flisni politikisht këtu, por them me bindje që do të fitojë Partia Socialiste plus gjendjes në cilën e ka çuar partia. Po e mbështesni këtë lloj bindje pra, që do të fitojë Partia Socialiste. Bindjen e mbështes tek ky program që po hartohet. E qartë. E mbështes tek kriza e rëndë që ka pllakosur vendin. E mbështes tek keqeverrisja, te paaftësia administrative, te korrupsioni, te monopolet. Është kompleksiteti I gjërave të cilat e mbështes bindjen time në fitoren e Partisë Socialiste të padiskutuar. Po. I ka shërbyer apo I ka vlyer gjithë kjo lëvizje që keni bërë? Keni lënë politikën qendrore për të drejtuar Bashkinë e Lushnjës. Keni bërë një analizë në vetvete? Të paktën me kaq pak sa keni në drejtim të kësaj bashkie. Qenia ime deputet dhe cili do mendoj se është një punë intelektuale, politike që ka lidhje me ligjet, me hartimin e ligjeve të cilat I paraparin rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Po. Kurse qenia në krye të Bashkisë Lushnje
Më pranë qytetarit. Dhe është një punë shumë herë më e lodhshme. Kërkon angazhimin maksimal duke dhënë zgjidhje problemeve të qytetit dhe duke i fokusuar këto zgjidhje në planet afatgjata të qytetit. Gjithashtu dhe kënaqësinë e merr më të drejtë për drejtë duke qenë kryetar bashkie sesa deputet. Kënaqësinë e punës. Pra vlen gjithë kjo lëvizje. Okej, u rikthejmë sërish te qyteti, tek bashkia dhe për të respektuar atë që ne thamë dhe mesazhet pafund që kanë ardhur. Në fakt, zoti Tushe do të mbyllim sërish duke lexuar një pjesë të tyre, për shkak edhe të kohës do t'i kalojmë pak në mënyrë të përshpejtuar. Është një mesazh që vjen për rrugën Xhevdet, më falni, rruga Taula Sinani, Po. në lagjen Xhevdet në Pravishta. Ka infrastruktura rrugore me sa duket mbetet një problemet kryesore. Një tjetër është në linjën urbane Plug Karbunar, çfarë do të bëhet, apo do të vazhdohet me furgonët pirat? Po bëj një selektim. Po. Rruga tek shkolla Gafur Muço. Është një tjetër mesazh. Trotuari Plasmas Karbunar, kur do të bëhet, një tjetër mesazh që vjen nga një tjetër teleshikues. Ka një tjetër mesazh, lagja 18 tetori përballë mobileri Balit, një kanalizim, nuk e di probleme me kanalizimet, për pastrimin. E këto e një pjesë e mire e mesazheve, nuk e di. Atëherë, në lagjen Xhevdet në Pravishta, pranë rrugën Taula Sinani, infrastruktura mungon fare, për hir të vërtetës, kam patur probleme edhe me ndriçimin, të cilët sipas kërkesës së një numër të caktuar qytetarësh, kjo kërkesë i është deleguar drejtorisë përkatëse dhe po merren masa për ndriçimin. Kurse për infrastrukturën do të shikojmë në vazhdim çfarë mund bëhet. Në lagjen Gafur Muço, nuk e di për cilin blok banimi i flet, sepse janë disa blloqe banimi në lagjen Gafur Muço, të cilat kanë problematikat e tyre. Dhe janë të pranishme në Bashkinë Lushi. Jo vetëm në lagjen Gafur Muço, por në gjithë qytetin nga drejtori. Diçka që thoshte përballë mobilerisë, nuk e di nëse. Jo, është e fundit përballë mobileri Balit, por nga drejtoria e shërbimeve dhe rajonet përkatëse është kërkuar e gjithë problematika e qytetit. Rrugën që shkon te shkolla Gafur Muço, e thënë kështu pranë, e ka lënë ndërsi. Rrugën që shkon te shkolla. Atëherë, kjo është një rrugë e cila është në pronësi të drejtorisë e kurudhave shqiptare. Edhe është një rrugë tepër problematike, rruga nacionale, por nuk mund të ndërhyjmë momentalisht edhe për shkak të mungesës së fondeve. Jo se do ta lëmë në atë gjendje që është. Aktualisht ajo është në fondin e pronave të drejtorisë së hekurudhave shqiptare. Rruga Plasmas Karbunar është problemi që unë ja u thash në fillim, është një rrugë e cila ka një projekt 78 milion lekë të reja dhe nuk mund të kryhet nga të ardhurat e bashkisë. Gjithashtu nuk mund të bëjmë investime pjesore duke bërë trotuaret dhe duke lënë pjesën e kanalizimeve apo të infrastrukturën e rrugës. Problemi fugonave Plug Lushnjë, Plug Karbunar është një problem që ka afro 2 javë, i cili më është bërë prezent dhe kam njoftuar nëpërmjet një shkrese drejtorinë e policisë së qarkullimit të rrugor pranë drejtorisë policisë së Qarkut Fier dhe akoma nuk më është kthyer një përgjigje nëpërmjet mbështetjes me forcat e policisë. Jo vetëm për këtë problematik, por edhe problemin e disa fugonave të komunave, të cilat më parkojnë në vende të papërshtatshme duke më krijuar një anomali në qarkullimin e qytetarëve. E qartë. Ju kërkoj ndjesë nderuar teleshikues për shkak të minutazhit, nuk mund që t'i kalojmë dot për të lexuar të gjitha mesazhet. Shpresoj që kanë gjetur përgjigje një pjesë e mirë e shqetësimeve të tyre. Ndërkohë, zoti Tushe, kemi ardhur në fund të këtij emisioni dhe
s'mbetej gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që ishit pjesë e Dritë në Oqean në këtë mbrëmje. Patjetër që do të jeni edhe në emisionet e ardhshme, pasi siç e shoh dhe përmes mesazheve, qytetari lushnjar është i interesuar për të ditur, predispozuar për të njohur më tepër projektet dhe çfarë do të bëhet për qytetin e tyre. Faleminderit që ishit sot në emision. Faleminderit dhe ju, faleminderit dhe për ftesën dhe ju siguroj që në çdo moment që do të kem ftesën tuaj do të jemi i pranishëm. Ju faleminderit. Faleminderit dhe ju. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur kësaj në fund të kësaj mbrëmje në Dritë në Oqean, i ftuar ka qenë kryetari i Bashkisë së Lushnjës zoti Fatos Tushe. Do të jemi sërish të premten e ardhshme, deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim.